Kemi ku të thonë? Po. Aty ishin shumë keq në momentet e para. Vizituat personat të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spital, si ishte gjendja e tyre? Po, gjendja e tyre për fat mirë, ishte shumë e mirë, është fati i tyre, edhe kujdes jashtëzakonshëm i personelit, edhe autoriteteve të Bashkisë së Lezhës. Është ngjarje shumë tronditse, edhe opinioni është trondicur nga lajmi, mosha e tyre, por ne jemi këtu që të bëjmë atë që mund të bëjmë dhe çka duhet bëjmë. Ja që jemi bashkë me kryetarin e bashkisë, me autoritetet e policisë dhe çdo gjë do bëjmë çka është e mundur për të informuar familjarët e dy të rinjve që për fat keq patën fatin e keq edhe nuk ndjetuan atë moment, por të tjerët janë në gjendje të mirë, sapo i takuam edhe biseduam me ta. Ja që edhe policia ashtu dhe kryetari do jemi prapë në kontakt të shohim rreth informacionit familjarëve të tyre që nis dikush rrugës sigurisht, por këtu jemi që për çdo gjë që mund të bëjmë dhe duhet bëjmë. Faleminderit.